Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Është jashtë rrezikut për jetën e mituri që u aksidentua ditën e dje në lagjin e Ish-Kënetës në Durrës. Burime pranë Spitalit Universitar të Tramus bëjmë dje se 8 vjeçari do të vijojë të mbahet në kujdesin e mjekëve për trajtimin e plagëve të marra nga aksidenti. Krahasti, si pasojë e aksidentit, humbën jetën shtetasit e mitur me inicialet M 12 vjeç dhe KN 10 vjeç, ndërsa i mituri tjetër që pasi mori ndihmën e parë në Spitalin Renal Durrës u transportua për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës së Tiranës, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori i aksidentit në Durrës, Nikol Radaçi, ku humbën jetën 2 fëmijë, ka shprehur pendes para policisë. Ai pranoi se kishte konsumuar alkool para aksidentit dhe testi i alkoolit e nxori 0.7% sasinë e alkoolit të konsumuar. Policia njoftoi se nga kryerja e testit të alkoolit rezultoi se shtetasi e drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se shkaku i aksidentit është humbja e kontrollit mbi automjetin si pasojë e drejtimit të tij në gjendje të dehur. Gjithashtu sipas policisë, nga verifikimet e historikut të drejtuesit të automjetit rezulton se ky shtetas është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për tejkalim të shpejtësisë 2 herë me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj në vitin 2022. Sipas banorëve, 57 vjeçari është një person problematik në zonë pasi vazhdimisht në këtë rrugë të populluar me këmbësor ka qarkulluar me shpejtësi. Pezullohen nga detyra drejtori i policisë së Durrësit për shkak të aksidentit me pasojë vdekjen e 2 të miturve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, pezulloi nga detyra për performancë të dobët në përmbushjen e detyrave 3 drejtues të policisë në Durrës. Konkretisht, u pezulluan drejtori i drejtorisë vendore të policisë Durrës, drejtues Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë, kryekomisar Zia Sulaj, dhe shefi i sektorit të policisë rrugore, kryekomisar Kreshnik Skëndo. Krerët të lartë të qeverisë kanë marrë pjesë në ngushëllimet për familjarët që humbën jetën në Durrës. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu shpreh se në këtë ditë të rëndë që ka tronditur çdo familje shqiptare, ndau nga afër dhimbjen me familjet që humbën ëngjit e tyre. Kur jeta këputet në ulëzimin e saj më të pafajshëm, çdo ngushëllim është i vogël dhe i pafuqishëm, shkruan zëvendës kryeministri Koçiu. Ndërkohë që më herët kërkoi të respektohet dhimbja e familjarëve. Është një histori, le të respektojmë dhimbjen sot. Patjetër të gjitha të masat do merren. Deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla dhe deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku reaguan lidhur me aksidentin e rënd ku humbën jetën 2 fëmijë dhe një tjetër u plagos rënd. Në një postim në rrjetet sociale, Balla tha se ngjarja tragjike në Durrës nuk është aksident rrugor. Autori nuk është një shofer në një timon, por një terrorist, ndërsa deputetja Tabaku shpreh se tragjedia në Durrës me humbjen e jetëve të 2 fëmijëve të pafajshëm ka tronditur të gjithë. Tabaku i bëri thirrje autoriteteve të mediave audiovizive të merren menjëherë masa për të ndaluar transmetimin e pamjeve dhe të përgarantuar respektimin e etikës në informim. Edhe stafi Radio 7 u bashkohet ngushëllimeve dhe lutet që Perëndia të kujdeset për zemrat e të afërmve dhe të familjarëve të viktimave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.